Një 49 vjeçar është arrestuar në Sarandë për përndjekje dhe dhunë psikologjike ndaj një 42 vjeçare, ndërsa bashkëshorti i saj është proceduar pasi u konfliktua fizikisht me të. Policia njofton se specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrant 49 vjeçarin banues në Borsh, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një 42 vjeçare banuese në Sarandë, e cila pretendon se është përndjekur dhe dhunuar psikologjikisht nga ky shtetas, si dhe ishte vjedhur telefoni celular. Në lidhje me këtë ngjarje është proceduar penalisht dhe 66 vjeçari, bashkëshorti i kallëzueses, i cili është konfliktuar fizikisht me këtë shtetas, duke i shkaktuar dëmtime të lehta. Ndërkohë, sipas policisë, një 19 vjeçar është shpallur në kërkim pasi dyshohet se plagosi me thik një 29 vjeçar në zonën e Ekualiptit. Po këta specialistë, sipas policisë, referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim 19 vjeçarin banues në Sarandë pas kallëzimit të 29 vjeçarit. Ky fundit pretendon se në datën 05/04/2026 në vendin e quajtur Ekualipti në Sarandë është goditur me mjet prerës thik nga 19 vjeçari, duke pëstuar dëmtime. Ndërkohë në Vlorë është proceduar penalisht një 15 vjeçar që u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi në aksin Kanin Vlorë.